Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Të duam shumë. Sara Gjordeni emocionohet nga surpriza e Eglit. Egli Tako ka surprizuar Sara Gjordenin me një buqet të madhe me lule dhe një kartolinë emocionuese, ndërsa kjo e fundit po kalon një periudhë të ndjeshme gjatë shtatzanisë së saj të dytë. Ish banorja e Bigut ndau në Instagram dhuratën speciale që kishte marrë nga Egli, duke e falendëruar publikisht me një zemër jeshile dhe fjalët: "Të duam shumë edhe ne." Në kartolinën e shkruar me dorë, Egli uronte Sarës një shtatzani të lehtë dhe shumë lumturi për familjen e saj. Ky moment vjen vetëm pak ditë pasi Sara Gjordeni zbuloi publikisht se është në pritje të fëmijës së saj të dytë. Lajmin e ëmbël ajo e dha në episodin e parë të emisionit që drejton. Sara ka treguar gjithashtu se kjo shtatzani nuk po kalon lehtë për të. Në disa postime në rrjetet sociale, ajo ka ndarë momente jo të mira shëndetësore, duke pranuar se po përballet me vështirësi dhe lodhje gjatë gjithë kësaj periudhe. Megjithatë, ish banorja ka i qetësuar ndjekësit duke theksuar se bebushi është mirë. Postimi i fundit me surprizën nga Egli Tako ka marrë menjëherë vëmendje në rrjet, me ndjekësit që kanë komentuar raportin e afërt mes dy vajzave dhe mbështetjen emocionale në këtë periudhë të rëndësishme për Sarën.